Ministri i Kulturës dhe Turizmit Zoran Ljutkov sot së bashku me zëvendës ministrin Sedat Sulejmani qëndruan në Gostivar ku vizituan institucionet kulturore dhe objektet e rëndësishme kulturore. Me të mbërritur në Gostivar, ata u pritën nga drejtorët e institucioneve kulturore lokale, të cilët prezantuan aktivitetet aktuale dhe projektet e ardhshme që realizohen me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit, por edhe problemet me të cilat ballafaqohen këto institucione gjatë funksionimit të tyre. Ministri Ljutkov theksoi se është e rëndësishme që të përkrahen aktivitetet kulturore në qytet dhe të zgjidhen sfidat me të cilat ballafaqohen institucionet. Vizita filloi në Qendrën e Kulturës Asnom, ku drejtoresha Faria Adili ndau projektet aktuale të institucionit dhe planet e ardhshme. Më pas vjoi takimi me drejtorët e teatrit të Gostivarit, Sulejman Rushiti, dhe galerisë së Gostivarit Luan Zenki, të cilët gjithashtu prezantuan aktivitetet dhe sfidat e tyre. Ljutkov së bashku me zëvendës ministrin Sulejmani vizituan qendrën e konservimit, ku drejtori Cvetko Novakovski i njoftoi me projektet për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në rajon. Në veçanti u theksua rëndësia e objekteve si xhamia e vjetër në Raven, e cila është një trashëgimi e rëndësishme kulturore për Gostivarin. Ministria e Kulturës dhe Turizmit këtë vit do të investojë 1.500.000 denar për punë shtesë në xhami. Ovde ka intervenirano poveke pati so sredstva, nekada se odobreni okolo. Sot vizituam disa objekte që janë thesar i rëndësishëm kulturor i Gostivarit. Aktualisht ndodhemi përballë xhamisë së vjetër në Raven, një trashëgimi e rëndësishme kulturore e shekullit të 19, e cila më vonë u shkatërrua nga zjarri dhe më pas u restaurua. Në vitet e kaluara, në këtë objekt është intervenuar disa herë. Këtë vit, 2025, Ministria e Kulturës dhe Turizmit i ka ndarë të gjitha për xhamin për përpunimin e pjesëve të drurit në ambientet e brendshme të fasadës, së mninares dhe kompletimi i peizazhit të oborit të xhamisë, tha Ljutkov. Ministri Ljutkov vizitoi edhe kishën e Shën Dimitris si dhe disa objekte të tjera të shquara, përfshirë shtëpinë e Beut, shtëpinë e Ahmet Çakos, kullën e Sahatit dhe medresen e vjetër,